Të nderuar dhe shumë të respektuar xhamatli, nga thellësia e zemrave dhe shpirtrave tonë të pastërt, e falenderojmë Allahun, Zotin tonë. Ato e falenderojmë prej Tij falje, udhëzim, mëshirë, rahmet, begati dhe mirësi kërkojmë. U dërgojmë selame dhe selavatet tona pejgamberëve të Zotit xhelleshanuhu në përgjithësi dhe në veçanti, vulës së krejt pejgamberëve dhe më të dashurit të Allahut xhelleshanuhu, krijesës më të ndritur dhe më të pastërt që ka shkel mbi sipërfaqen e tokës. Ai pa fije dyshimi është Muhamedi, paqja, mëshira, rahmeti dhe begatit e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen, mbi shokët dhe mbi ne besimtarëve musliman që me shumë krenari dhe me përulltësinë më të madhe e pasojmë dhe ndjekim rrugën, traditën, sunetin e pejgamberit alayhi salatu vesselam deri atëherë ku Allahu te bareke ve teala ka përcaktu për ne që të mos ketë ditë më. Vëllezër besimtar, nuk ka fije dyshimi se më shumë se kur ne besimtarët, ne muslimanët duhet të jemi të gëzuar, duhet të jemi të emocionuar, duhet të jemi të buzëqeshur, jo të krysur, jo të mrolur, jo të lodhur, por me energjinë ma maksimale me të cilën ka mujt dhe mundet me kanë njeriu në përgjithësi e besimtari në veçanti. Dhe me buzëqeshjen e me krenarin më të madhe që ka pas ndonjëherë në fytyrat tona, duhet të kemi këtë muaj, këtë ditë dhe këtë net. Por shkak se janë ditët më të rëndësishme, janë momentet më me vlerë, janë momentet më kulmore, për të cilat pejgamberi Allahut alayhi salatu vesselam na ka treguar se edhe është momenti, është koha, janë ditët e pastrimit nga krejt ato mëkate të cilat eventualisht namazi prej namazit e namaz nuk ka mujt me na i fshi ato mëkate, por shkak se arsyeja kryesore e namazeve të radhitura gjatë ditës është biseda, kontakti, përmallimi, çmallja jonë me Allahun tonë, me krijuesin tonë, dhe përmes kësaj çmallje, përmes kësaj bisede, përmes këtij nënshtrimi ndaj tij, të pastrohemi nga mëkatet. Dhe kështu na ka ardhur në hadith pejgamberit alayhi salam se namazi prej namazit e namaz është fshirës i mëkateve të vogla dhe atyre të mëdhaja kur pendohemi për besimtarin. Dhe nëse mbesin që namazi prej namazit e namaz nuk na i fshin ndonjë mëkat, atëherë e fshin xhumaja prej xhumas e në xhuma. E nëse mbetet diçka e tillë ende, atëherë është krenaria jonë, është madhështia jonë, atij të cilit 24 në 7 ditë të javës me nejt duke e falenderu Allahun, prapë nuk do t'ja dim bëllë vlerën, prapë nuk do të shijojmë dhe nuk do të morëm ëmbëlsie dhe mirësie dhe begati sa duhet nga kjo madhështi që quhet Ramazan, deri në atë moment kur do të dalim para Allahut, edhe do ta shohim vlerën madhështore të pa kufishme, të pa numrueshme, të pa imagjinueshme
mirësitë dhe begatit e pa numërta që Allahu na i ka dërguar dhe na i ka quë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. S'ka kush që ja di vlerën. Madje nuk ka vepër për të cilën Allahu ka thonë, përveç se për Ramazanin, se unë për të shpërblej. Pa i caktu mos të shpërblimit. Sepse kem disa vepra që thotë Zoti, kush e bën këtë vepër e ka këtë shpërblim. Kush e bën atë vepër e ka atë shpërblim. Ndërsa për Ramazanin nuk ka mos caktume. Sepse Allahu ka dosh me shpërbly njeriun sa të ka ai mundësi. Dëgjojni. Thërni mendjes. Allahu ka dosh me shpërbly njeriun sa ka Allahu mundësi, edhe sa ka Allahu dëshirë me shpërbly njeriun. La ilaha illallah. E sa ka Allahu mundësi me shpërbly njeriun? Pa kufi. Mundësia Allahut nuk krahasohet. Nuk imagjinohet. Edhe dëshira e tina për më na shpërbly neve, gjithashtu nuk krahasohet, as nuk imagjinohet fare. Po çka që fatkeqësisht disa nga ne, disa nga familjet e tona, disa nga besimtarët, edhe këtë shansë që është jetike edhe e fundit me e modhja përveç një Ramazanit tjetër, kanë vendosur që të mos e shfrytëzojnë. Pasha Allahun, krejt ato halle, krejt ato brenga, krejt ato mërzi, krejt ato nevoja, krejt ato lutje, ti, babë, non, gjysh, gjyshe, prind, fëmi, i rritur apo i moshuar, të cilat ja ke bo Zotit Gjellëshanuhu gjatë gjithë vitit, nashta dhe gjatë gjithë jetës, pasha madhnin e Allahut, Allahu na u ka përgjigje dhe na u përgjigjet për se cilën kërkesë dhe për se cilën nevojë tonën. E pse na hale po vazhdojna me vujt? Pse na hale po vazhdojna të mos na realizohen synimet, qëllimet, dëshirat, nevojat tona në jetën tona? Ajo është veç për shkak të neglizhencës nga ona jon të mirësive të Zotit Gjellëshanuhu në përgjithësi, e sidomos të Ramazanit në veçantë. E për atë arsye ne kemi thonë, o vllazni, hajde të bëhemi bashk se Ramazani është obligim me e agjeru krejt ata që kanë mundësi me agjeru, ndërsa është obligim i pa diskutueshëm me respektu Ramazanin për të gjithë njerëzit. Edhe ata që kanë mundësi me agjeru, edhe ata që s'kanë mundësi me agjeru Ramazanin. Se është e rondë, mos thëmë, fjallë matronë është të mërshme, një shpi muslimani, mos me ushtru sofër syfyre dhe mos me ushtru sofër iftari. Me qfar arsyje, ku me gjetë atë arsyje nesër, kur të sprovon Allahu me një smundje dhe me një sprove dhe me një telashe, edhe me një mërzi edhe me një bela edhe me një fatkeqësi, me i kërku Allahut mbrojtje edhe zgjidhje të problemit, kur ka ardhur mirësia më e madhe, kur ka ardhur begatia më e madhe e quajtur Ramazan, edhe ti ke zgjedh mos me shfrytëzu atë mirësi?
Kur ka ardhur pejgamberi bashkë me Zotin Xhelleshanu huë na kanë njoftuar se lutja e agjërusit në kohën e iftarit nuk i kthehet mropa. Kur na ka ardhur dhe na të ka tregu pejgamberi Allahut alayhi salatu vesselam sa shumë mirësi dhe bereqete dhe begati ko sofra e syfyrit. Andaj unë ju kam thirrë dhe ju kam thonë, o vllazni, edhe veç një antar i familjes na xheroft me një shtëpi, krejt tjertë antar të familjes e kanë obligim. Nëse nuk po muj kanë për arsye të veta personale me agjeru bashkë me to, e kanë obligim u ungjë në sofër të iftarit bashkë me to, me prit iftarit. Se nëse s'mundesh me agjeru për arsye tua, më ungjë në sofër të iftarit me respektue qatë familjar toni që është të agjeru, e ki obligim, edhe mundesh me e bo. Edhe mu quë e me hongër sëfër bashkë me to, e me shiju mirësit edhe begatit edhe bereqetin e sëfyrit, e ki obligim se që të sanë mundesh me e bo. Mirë po, një pjesë e madhe fatkeqësisht e plot do njerëzve tonë që po zgjedhin mos me agjeru, arsyeja është veç mos me hi brenda atmosferës edhe brenda rregullave të Ramazanit. Sepse po mendojnë që si të mos agjeron, ai mo nuk e ka obligim as me respektu agjerusin, as me respektu Ramazanin, edhe me hongër hapun, edhe me pi hapun, edhe me dole ati kafeterive të poshtë për pjecë. Unë nuk agjeroj kur e din Zoti, le ta din krejt, unë me Zotin, unë apo din, unë te Zoti, me ato i kam raportit. Po çaj Zoti me të cilin ti po menon edhe po shpreson edhe po thuaj i kam raportit, çaj ka thirrë dhe ka thonë krejt ata të cilët nuk mujnë me agjeru për një arsye apo për një tjetër, e kanë obligim farz të domosdoshëm me respektue agjerimin edhe me respektue Ramazanin. Allahu i bekoft nanat edhe gjyshet tona, të cilat fort mire dini e unë bashkë me juve, që edhe në ditët ku e kam post të lejuar edhe e kanë të ndaluar me agjerue, kur njetën tem pasha madhnin e Allahut që të vjeti bona, kur nuk e moj men në i herë nonën tem që e kum po të hongër ja të pi hapën, edhe pse ka post lejume në kohën e ciklit mensural. Për shkak të edebit, për shkak të kulturës që e kanë pas. E sa qohën vllaznia, motrat tona, muslimanë dhe muslimane me emën e me mbi emën, e të bitë muslimanëve dhe të muslimaneve, edhe cigare në gojë rrugës. Po është e tërpshme bre. Vallaj, bilaj, tallaj, vallaj veç është shumë i mshirë shumë a i zatë. Se ka mundësi në moment me na kopë mallkimi edhe ndeshkimi i Zotit Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanu. A dini o vllazni që kemi motra edhe njerëz të cilët me emën e me mbi emën na paraqiten se janë detyru në gjysë të Ramazanit me ndërprej Ramazanin, me ndërprej agjerimin, për shkak të zullumit të familjarëve që s'kan agjerue. Pasha Allahun, rast i vërtet me emën edhe me mbi emën. Se neve s'na intereson a agjeron, të as agjeron, du të muqun ora 7 me na i bo me ngjesin, me na i shtru kaftjallin. Edhe në ora 12 me na i shtru e darken, edhe pas shamadhnin e Allahut nuk e pritshin në dark, me hongër iftar me ta, po një orë para iftarit e detyronin mja u shtru edhe darken. Edhe në gjysë të Ramazanit, më ka thirë të koj në telefon, thëtone, ja du të me dek, ja du të me lonë Ramazanit. Ja du të mundopi burit. Valla bila një qasi burri, valla bila një qasi familje. Allah i udhëzoft. E nuk pëthuj në diçka më shumë. O shteron,
në shtëpitë muslimonit edhe të muslimonës, mu kthy kaftjall, edhe mu kthy sofër e drekës, edhe e dorkës e mos mu kthy iftar, është rrezik mallkimi i Allahut në çat çast me të zonë. Të gjithë ata të cilët për arsye të veta personale nuk agjerojnë, le ta dinë mirë se e kanë farz, e kanë obligim, edhe po ju thëm hopun, se një herë është gjunah mos me agjeru, 2 hera, 5 hera, 10 herë është gjunah mos me respektue Ramazanin. Me të regu me ndje madhësi ndaj Ramazanit. Leni ato kafiteri, pini ato duhan i cili ty bën koft ma halal se shumë do haram e tjera. Bilet pak të më shefun dhe qysh. S'ke jo në dikun. Më shefun në dikun. Moni kështu. Mos e s'na kohije. Mos respekti nuk është as tradite jona kombëtare. Na i na kom popullin respektumbre. Na kena dit me respektue njëni tjetrin. Kena dit me respektu vetë vetën. Kena dit me respektu edhe kena obligim me respektu edhe besimtorin e fesë tjetër. E jo fejnë tonë. Jo familjorin ton, jo besimtarët e ton mos me respektu, Ramazanin ton mos me respektue. Sepse mos e harroni një porosit pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili tha, nëse ndodhë që më ushqyet i hapën, me pi ujë, me hangër bok, me pi duhan, me x gjana, edhe të sheh një agjerus, nëse veç mendja i shkon, se mund tjetë duhanxhi, mund tjetë që ka punu gjellë ditën, po lodhëm vllaznia, po punojnë vllaznia, elhamdulillah ndërtimtarie, punë trona edhe po agjerojnë, ata i ka kop etja, ata i ka kop uria, ata i ka kop lodhja. Çfarë poshtrimi është për ato që nuk është në gjendje me respektu një agjerus. E thot, nëse veç mendja i shkon ati njeriu të ushqime apo të pija, krejt gjunohet e tina të ngarkohen në moment ty. E nëse kemi qatë shforc me bordë gjunohe të se cilit që na sheh të hongër e të pije të ushqy hapun, vazhdoni po, është brenge jona edhe për juve, është halli joni edhe për atë kategori, se janë pejmesi tonë, janë vllazni, janë motra tonë, atë janë njerëz tonë, janë familjar tonë. Andaj, respektojeni Ramazanin, respektojeni Allahun xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu. Mos respektimi i agjerusit edhe i Ramazanit do të thotë drejt për së drejti, mos respektim i Allahut xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu. Sepse këtë musafir, këtë madhështi, këtë begati, këtë mirësi, kaq të madhe, Allahu e ka dërguar drejt për së drejti për neve, për të gjithë neve. Nëse jemi privuar prej agjerimit, hajde të morrum mirësi prej formave tjera, duke respektuar njëri tjetrin, duke nderuar njëri tjetrin, duke ju ndihmuar grave tona, nonave tona, me bo syfyrin, me bo iftarin, me hjek sofrën, me shtru sofrën, me i bo punt, me u lehtësu e punt aty në të cilët janë agjerushëm. Edhe fëmin të cilët nuk agjerojnë edhe kanë drejt mos me agjerue, shtinja unë kokat e tyne, edhe thunë ju nonat tona, printe tonë, nuk bën me shtru e sofrën së është Ramazan. Hajde që tu një qosh, pak buk hajë në dorë. Mos dil jashtë me hongër buk në dorë, së është Ramazan. Mos i ep një fëmijës në shitore sene me hongër në për dorë, në për rrugë. Thuni së është Ramazan, nuk bën. Po që ka me bo që hanë baba e nona para fëmis. E ka i herë fëmija agjeron e baba mushqiet para tina. Allah i na rujt, Allah i na forcoft. Allah i na këthilt mendjet edhe zemrat tona
me respektu njëri tjetrin, me respektu këtë musafir kaq të madh, këtë mirësi kaq të madhe, me shfrytëzu këtë mirësi kaq të madhe që na ka ardhur. Mos e mbushni veten gjunahe, mos e mbushni veten me kote. Kudo që jeni në fund botës në kofshi, respektoje Ramazanin, respektoje Agjerusin, respektoje Allahun xhelle xhelaluhu ve xhelle shanu. Shtroje sofrën e iftarit edhe të syfyrit. Unë në sofrën e iftarit edhe të syfyrit. Koj me lat koj edhe lutë Allahun xhelle shanuhu. Me ta mundsu Allahu xhelle shanuhu me kom prej Agjerusve. Me kom prej atyne që merr mirësi pej Ramazanit. E jo kryt për tjetë. Unë nuk agjeroj, mu së më interesën, mu me fjallë, me shprehje, me gjona. Allah në rujtë, sadakallahu l-adhim. Ila ina ahsan al-kalam